Po kjo është për reformën territoriale. Ky bëri një antireformë territoriale. Antireforma territoriale, Tirana, qarku i Tiranës, me mbi 1 milion banor, ka 4 bashki, qarku i Gjirokastrës, me 120.000 banor, ka 7 bashki. Kuptojnë vetë. Pretendoj se me këtë reformë do të lehtësohet bara mbi qytetarët në rroga, është dyfishuar numri i parazitëve mbi qytetarët. Po tashmë nuk janë të zgjedhur, janë të mbrur. Shqipëria në raport me popullatën, natyrisht duhet të ketë një numër jo të madh të bashkive dhe komuna, por në raport me terenin, në qoftë se i qëndrojnë parimit që qytetarët duhet të kenë shërbimet, duhet të kenë drejtimin, duhet të kenë njerëz të zgjedhur. Shqipëria është tjetër. E ka lanë të pavdekshme një kinez. Në vitet 70, udhtoi nga Tirana në Fiers, dhe u tha kolegëve ti inxhinier, tha, pse thonë Shqipëria që ke vogël, tha, po vetëm puka është sa Shqipëria, sepse rruga ishte e gjatë. Cila është sot sigurisht infrastruktura ka ndryshuar, po prapë kemi zona ne. Prapë kemi zona të largëta, prapë kemi zona me infrastrukturë, po thuj se pa infrastrukturë, që kur bë reforma, ora për Shqipërinë rurale ndaloj. Ndaloj edhe një ligj që miratuam ne në 2012 për të hequr 8 vite taksat për ata që investojnë në ato zona, në zonat malore, e anulloj të parin. Ka ndaluar atje. Dhe tani do të shpërbej kartelet me troje në male. Ndaj dhe edhe në këtë reformë, ne do japim mendimet tona, kontributin ton, duke patur parasysh. Ne nuk i qëndrojmë skemës së mëparshme. Nuk themi se 410 bashki dhe komuna do t'jenë, se disa për i tyre ju garantojnë ju, ka ngel vetëm stane bagtishtani, njerëzit kanik, po prapë se prapë, aty ku ka mundësi dhe komunitete, ne do të gjejmë, do të qëndrojmë. Ne do synojmë ripopullimin e Shqipërisë. Dhe kjo reformë duhet jetë edhe në funksion të këtij parimi. Ju falenderoj shumë dhe unë uroj suksese në këtë debat, në këtë dialog që kemi së bashku, të arrijmë në konsensusin ujdin më të gjerë për këto 2 reforma, në interesin më të mirë të Shqipërisë. Faleminderit, doktor Berisha. Ju përpara keni edhe një material që i takon Komisionit Reformës Zgjedhore, që është kalendari i punës dhe tematike që ai trajton. Sigurisht që ajo është për njohjen tuaj, ka një karakteristikë më teknike, po ka çështje të përfshira, çështje të rëndësishme që do të keni debat shumë të madh politik. Megjithatë, ajo që ka rëndësi është që arritëm të negociojmë që pjesë e këtij diskutimi të plot gjerë në Komisionin e Reformës Zgjedhore të dhe çështja e sistemit zgjedhor, siç e tha dhe doktori. Ky sistem zgjedhor që ka Shqipëria është sistem toksik. Kjo nuk është thjesht çështja e listës dhe llojit të saj. Është i tërë konstrukti, nuk është më me ndryshimet që u bën në mënyrë të njëanshme nga Edi Rama, me ata që në vitin 2019 qëndruan parlament dhe i dhanë mundësinë që të ndryshonte kushtetutën në kundërshtim me marrëveshjen e 5 qershorit, që thot fare qartë që nuk ka konsensus për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Pra me ato vota shtesë, Edi Rama ndryshoi kushtetutën dhe ka prodhuar këtë hibrid i cili është i dëmshëm për demokracinë, pluralizmin dhe parlamentarizmin. Pra është një debat i gjerë, i fortë
dhe vetëm konsulta së bashku do të na çojë në një model i cili do të jetë funksional dhe do të jetë i pranuar nga të gjithë, megjithatë duhet të jetë për shqiptarët. Po sigurisht aty janë edhe tematikat e tjera të cilat do të kenë një diskutim të rëndësishëm dhe pra çdo ide që do të vi nga partitë e opozitës është e mirëpritur për punën tonë në Komisionin e Reformës, që të jetë punë sa më gjithëpërfshirëse, transparente dhe efikase nga ana tjetër. Po kështu për çështjen e reformës territoriale, përmendi doktori, unë nuk kam mandatin për atë çështje, por këtu ka anëtarë të Komisionit të Reformës Territoriale gjithashtu që janë pjesë e atij komisioni nga ana opozitës. Nga ana tjetër, ndryshimet në atë reformë territoriale mund të kenë pasoja edhe mbi sistemin zgjedhor. Prandaj është shumë e rëndësishme që dhe ajo reformë të ketë një transparencë të plotë, jo vetëm në mënyrë që interesat e opozitës dhe interesat e asaj që ne besojmë se përfaqësojmë si interes publik të jenë përfshira, por mos të jetë një kuti e mbyllur e cila në momentin e fundit të dëmtojë mënyrën si funksionon qoftë demokracia lokale, pra centralizimi më tejshëm i pushtetit që ka ndodhur nëpërmjet zvogëlimit të numrit të bashkive, qoftë nëpërmjet centralizimit nëpërmjet nivelesh të tjera që duan të krijojnë në dëm të decentralizimit. Sigurisht e ndikon në pushtetin vendor në zgjedhje, por mund të ndikojë edhe në zgjedhjet parlamentare, sepse mund të ketë ndryshime që prekin sistemin zgjedhor. Ne kemi propozuar që para 3 vjetësh një ligj që i çon në 96 opozita, pra bëri këtë propozim formal, pas konsultimesh në terren, bëri një propozim për 96 bashki dhe jemi treguam dhe gatishmërinë tonë për të diskutuar dhe për rajonalizimin, por e kërkon ndryshime kushtetuese. Kështu që debati që ne do të bëjmë tani e në vijim do të ndihmojë partitë parlamentare që kanë mandat për qenë në këtë komision, në këto 2 komisione, që të çojnë përpara interesin më të mirë të opozitës, por mbi të gjitha opinionit të publikut. Unë, doktor, pra kemi dhe zonjën Brunilla Xhiu, që përfaqëson Partinë e Lirisë, nëse ka diçka për të. Përshëndetje, shumë kënaqësi. Nga komunikimet që kemi patur me banorët, kryesisht të qarkut Fier, kemi një kërkesë të vazhdueshme për përcaktimin e disa njësive administrative atje si bashki, duke u bazuar edhe në numrin e banorëve. Ata na tregojnë se kanë vështirësi për të pasur shërbimet që ata kanë nevojë. Marr për shembull njësinë administrative Cakrën, banorët e së cilës e kanë shumë të vështirë të marrin shërbimet e duhura dhe është një kërkesë e posaçme e tyre për ta rikthyer atë si një bashki. Përveç kësaj doja të theksoja që përgjatë fushatës në qarkun e Fierit, të gjithë kandidatët e opozitës kanë hasur shumë vështirësi. Ne ja kemi parathënë edhe OSBE Odirit në takimet tona, ja kam thënë edhe liderit zotit Sali Berisha në takimin që kemi patur në Fier, që Belinda Balluku ka zbritur gjithë administratën nga Tirana, e ka çuar në Fier dhe fushatën nuk e kanë bërë kandidatët politik, por e ka bërë administrata shtetërore. Prandaj Gaja Rajon ka qenë komplet e padrejtë, sepse ne jemi ndeshur përballë shtetit, përballë institucioneve dhe nuk ka qenë një garë politike. Ne shkonim të qytetarët, i premtonim atyre se do të punoni për ta, i flisim për idealet, për parimet, për vizionin ton, ndërkohë krahu tjetër u premtonte vende pune, privilegje, ndere të caktuara, por ama edhe i kërcënonte, qoftë edhe me prishjen e shtëpive apo me largime nga puna, dhe faktet kanë treguar që ata kishin një evidencë të qartë të gjithë njerëzve që kishin punuar për ta, pra i kishin patronazhuar në damar, në detaje njerëzit. Prandaj kjo nuk ishte një fushat zgjedhore, kjo ishte një masakër zgjedhore në plot kuptimin e fjalës. Do të bëj maksimumin patjetër, unë jam antare zvendësuese në Komisionin e Posaçëm për Reformën Territoriale, kështu që çdo rekomandim i juaj, çdo sugjerim, ne jemi të hapur, kontaktet tona i keni, kështu që mund të na kontaktoni në çdo moment. Faleminderit. Faleminderit, zonja Xhiu.
Do doja të theksoja diçka. Besoj që do të ketë shumë rëndësi pra në diskutimin ton që pra eri përsëris vendosja e piketave në raport me sistemin zgjedhor. Një element kryesor i cili dëmtoi thelbësisht funksionimin e tij ishte heqja në vitin 2020 në mënyrë të janshme nga kushtetuta dhe nga kodi zgjedhor të koalicionit partive, i cili e thënë me terma të asaj që zhargoni tashmë i përditshëm ishte një lloj liste hapur e partive. Të gjitha partitë kishin emrin e tyre në fletë në votimit, kishin kutinë e tyre, mbledhin votën e tyre, merrnin mandatin e tyre. Ne bëm përpjekje të pa suksesshme vjet që ta rikthenim, por një qëndrim i përgjithshëm do të ndihmojë shumë që ne të kemi mundësinë të shkojmë drejt një zgjidhje e cila rikthen identitetin e çdo partie politike në mënyrë që zgjedhësit të dinë kë po votojnë, sa vota japin dhe çfarë mandatesh marrin. Pra mandatet janë nga vota e zgjedhësve dhe